Si balanconi nevojën për të fituar vota me parimet tuaja etike dhe morale? E para është do të me qenë autentik, me qenë vetja, me qenë i sinqert dhe jo me pas standardet dyfishta. Do më thonë, kur je para atyre të cilët përkrajnë, mbështetin, t'ju thu një verzion, ndërsa kur je para kundërshtarëve ose ata të cilët nuk pajtohen me ty, me ndryshu fjalë. Sepse kjo ishte një farlloj analize pse kanë humbë demokratë në Amerikë dhe kanë fitu republikanët. Për arsye se gjua Trumpit ka qenë e njëjtë. Nuk është se kur ka shku te latent ka fol ndryshe, kur ka shku te ata të cilët janë me ngjyrë ndryshe, te ata ndryshe. Domethënë, ose atje të majtë demokrat që janë paraqit që po i përfaqësojnë shtresën e mesme, të shtresën punëtore, anën tjetër i kanë mbështet shumë aktor, shumë këngëtar, të cilët janë milionera dhe ta. Do të thonë, do të me qenë autentik, do të me qenë i sinqert, mi tregu këto vlera, këto janë vlerat e mia. Për shembull, vlerat e mia dhe vlerat tuaja përshtaten në mënyrë të natyrshme. Edhe me shumë njerëz kemi u përshtat. Këto janë vlerat tona, dëshiroj me qenë përfaqësuesit, apo pranon, edhe aspekti tjetër është ata të cilët kanë dyshime, kanë hezitime, të ulësh, bisedosh, t'ja largosh dyshimet, t'ja largosh domethënë problemet të cilat i kanë. Tjetër, ajo çka është vlerë njohja e njerëzve, njohja e çrregullimeve, njohja e problemeve që ka me pas kjo shoqëri. Si thash, kjo shoqëri ka me pas probleme, ka probleme tash edhe në të ardhmen nëse nuk menaxhohet me shëndetin mendor të rive, të fëmijëve, të rriturve, etj. Domethënë, me sinqeritet, me vlera edhe me qenë transparent. Nuk kem agenda të fshehta, çdo gjë është e hapun, është diçka që të shqetëson ty është duke më shqetësuar edhe mua. Eja, të bëhemi të bashk, ta ndalim të keqen edhe ta promovojmë të mirë.